e përditshme, jo që nuk largohet. Ajo pramë ose parmëramë ka qenë dje, dje ka qenë komplet e pasër. Çudi e Zotit ka po vinë ato mbeturinë inerte, do më thanë njerëzit po i pastrojnë bodrumet e tyre dhe po i hedhin aty, përkundër që komuna ka dhënë një ofertë, me telefon të emërohen edhe vjen kamioni merr. Po si për mu të kalu kjo duhet edhe kohë. Po vetësim ma shumë të flitet për këto gjonat përditshme se për politikë, për gjonat kota që flitet me për televizioni, këtu të bëhet debati për këte, pse kush është fajtor. Po edhe fajtori jenë gjithë nga pak e... E sa ju përket mbeturinave në park, unë po i shoh, ka shporta mjaftueshme në park. Edhe kur i shon toka aty shishet e hudhura, qeset kur vinë piknik, çfarë mesazhi kime ju jap krejt qytetarëve që shfrytëzojnë parkun e Tokëpashit? Ka shumë njerëz, këtu vinë njerëz të ndryshëm, njerëz pa shprehi të tilla. Do të thotë merr diçka me veti, merr shishën. Shko se është një problem. Problemi në Kosovë është problemi i shisheve të pijeve të ndryshme.